E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta, falenderimet që burojnë nga thellësia e shpirtit. O Zot, ty të qofshim falje Allah për çdo mirësi e begati që dhurove. Shtoje ja Rabbi mirësinë për gjithë secilin prej nesh, ti e dhuruesi mirësive dhe i begative. O Zot, na largon nga çdo e keqe që dëmton dynjan edhe ahiretin ton, ja Allah, ti e udhëzuesi dhe orientuesi. O Zot, ty të lutemi, na fal ne ja Allah, na fal maturin, na fal indicjen e mirë ja Allah, na fal animin nga e mira dhe kurrë o Zot nga e keqja. Ti e orientuesi i zemrave dhe i shpirtrave. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim. Askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Allahu xhaleshan. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet ja Rabbi, atij familjes tij, shokëve tij. Zot fali, mëshiroj, begatoj të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e bukur ja Allah sa të ketë jetë në sipërfaqen e tokës. E lusë Allahun xhaleshanuhu që të na bëjë për atyre besimtarëve që i friksohen Zotit me shpirt e me zemër, ashtu siç e meriton dhe siç takon madhështisë Allahut. Që adhurimi i tyre, morali i tyre dhe dashuria që kanë për Zotin, për fenë dhe për të mirën, të bëhet shkak për ne si besimtar, që të na lumturojnë këtë jetë dhe ditën që do të dalim përpara Allahut xhaleshanu në izbardhje dhe të na ndriçojë fytyrat. Xhamati nderuar, dallojnë njerëzit në raportin me Zotin xhaleshanu. Të gjithë bijtë e Ademit janë gabimtarë, të gjithë kemi faje, kemi gabime, kemi kusure. Kjo është natyrë njerëzore. Ama ka njerëz të cilët kanë shumë gabime dhe bëjnë shumë gabime, bëjnë shumë gjunahe dhe nuk duan të dinë fare për këtë gjë. Ka njerëz cilët lidhjen me Zotin xhaleshanu e kanë shumë të fortë dhe shumë të shenjtë, ata e kanë shtrenjtë ato dhe mundohen që të jenë në rregull me Allahun xhaleshanu, betejën me të fortë, me të keqen e kanë shumë të fortë. Dhe në çdo moment mundohen që të jenë aty ku thot Zoti xhaleshanu, të jenë raport mirë me Allahun, raport mirë edhe me krijesat, sepse i friksohen ditës që do dalin përpara Allahut xhaleshanu. Këta janë ata cilët jetojnë me Zotin dhe jetojnë për Zotin. La khaufun alehim wala hum yahzanun. Nuk ka frikë dhe nuk ka dëshpërim për ta, as në këtë dynja dhe as në ditën që do të dalin përpara Allahut xhaleshanu. Por përveç këtyre grupeve ka edhe një grup tjetër, Zoti na ruaj, të cilët përveç se veprojnë keqen, çdo besimtar nëse e vepron një të keqe, orientohet që të kërkojë falje Zotit, që të pendohet tek Allahu xhaleshanu, t'i kthej hakun tjetrit nëse i ka hyrë në hak dikujt. Ama këta për cilët neve po flasim janë ata cilët megjithse veprojnë të keqen, mburren edhe me të keqen, e shfaqin të keqen, Zoti na ruaj. E bëjnë haptazi atë, sikur me dashme i thonë, o Zot, ti na e mbulove neve mbrëmdarke, po ne nuk kemi turp ja Allah, as fshehtasi dhe as haptazi, me një kryenësi dhe me një mendje madhësi, Zoti na ruaj. A mund të jetë besimtari kështu? Kurrë nuk mund të jetë. Në hadithin e vërtet që e tregon Ebu Hurajra radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, tek Imam Buhariu dhe Muslimi, profeti alayhi salatu wasalam thot: kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. I gjithë ummeti im do të fitoj faljen edhe amnistinë e Allahut xhaleshanu, përveç atyre që janë mujahirun. Kush janë mujahirun? Pra të gjithë do t'i përfshijmë shira Allahut xhaleshanu, edhe ai që ka shumë gabime, edhe ai që ka pak gabime. Të gjithë do t'i përfshijmë shira Allahut xhaleshanu, përveç një kategorie e njerëzit që quhen mujahirun në gjuhën arabe. I kanë thënë, o i dërguari i Allahut, kush janë këto mujahirun? I thot profeti alayhi salatu wasalam, janë ata cilët e bëjnë një të keqe, Zoti ja mbuloi natën dhe ata gdhihen të nesërmen dhe shkojnë dhe mburren, e shfaqin të keqen dhe bëhen sprov për njerëzit. Pra nëse ke bërë diçka, një pislik, Zoti na ruaj, po mos e shfaq atë nëse ta ka mbuluar Allahu xhaleshanu. Mundohu t'i kthesh Zotit dhe t'i kërkosh falje Allahu xhaleshanu, po jo të shkosh edhe të mburresh me të keqen tënde, sepse nuk ka vend besimtari në shpirt edhe në zemër ai që e beson Allahun edhe të mburret me të keqen. Çfarë do me tregu me të keqen? Do me ju bë sprov tjerëve, me që ti e bëre të keqen ta bëjnë edhe tjerët, apo do me i tregu tjerëve që kjo që bën ti nuk është rruga, rruga e profetëve nuk është rruga, rruga e njerëzve të mirë nuk është rruga, po rruga është rruga e të keqes? Vallahi, kjo është përgjegjësi e madhe dhe duhet kemi frikë Allahun xhaleshanu.
Profeti alayhi salatu wasalam thot, është ai I cili thot e bëri diçka, Zoti ja mbuloi me perden e tij. Ai shkon e shfaq thot edhe mburret, krenohet me mëkatin e tij. Kto nuk I përfshin falja dhe mëshira e Allahu xhaleshanu, Zoti na ruaj. Ndërsa në hadith tjetër profeti alayhi salatu wasalam thot, "Meni bituli bi hadhihi al-qadhurat." Ai I cili sprovohet me një pislik, sprovohet me ndonjë vepër të ulët edhe të ndyrë ose të pisët. Allahu na ruaj njeriu kur I bi besimi, kur I dobësohet lidhja me Allahun, kur I humb karakterin, në momente sprovash, njeriu sprovohet edhe aty duhet jetë shumë I fortë dhe duhet tregojë qëndrueshmërinë e vet. Tek e mira, sa aty ndahen gjërat dhe aty tregohet se sa e do Zotin me shpirt, se sa e do të mirën në shpirt, se sa e do familjen tate, se sa e don atë veprën që të ngren edhe ty të zbardh faqen. Ai I cili sprovohet me një gjë, pra me një gjë të ulët, thot profeti alayhi salatu me një pislik, feljes të tjerë, le të mbulohet me mbulesën e Allahut xhaleshanu. Të paktën mos shfaqet midis njerëzve. Çfarë don njeriu kur e shfaq të keqen? Çfarë do me tregu? A do që të përhapet e keqja midis njerëzve? A do që e keqja të bëhet shembull edhe të bëhet trend në kohën ku ai jeton? A don që e mira të humbi dhe njerëzit mos besojnë më ke e mira, po të besojnë ke e keqja? Fatkeqësisht në kohën që jetojmë kemi shumë shembuj të keq, Zoti na ruaj. Dhe neve themi që një nga gjërat që ndikon pra tek rinia, tek shembujt e këqij që ndjekin është sepse shembujt e këqij po na bëhen neve si model, po na kthehen si model. Këtu hyn edhe roli I medias, këtu hyn edhe roli I atyre të cilët kanë dorë pra që të përcjellin lajmet e mira dhe lajmet e bukura, emisionet edukative, shembujt e mirë që kurrë nuk kanë munguar midis nesh, midis shqiptarëve në vendin ton, edhe tek bashkëqytetarët ton, asnjëherë nuk mungojnë. Sa shembujt mirë ka, sa bujari, edhe sa bamirësi bëhen, edhe sa vepra të bukura biznese ngrihen me djers edhe me lodhje me mund. Elhamdulillah ka emisione të bukura, por duhet jenë edhe më tepër që mos mbeten vetëm kronikat e vrasjeve, e të krimeve, e atyre shembujve të ulta, edhe me dhon pamjen sikur neve nuk dimë me bëj gjë tjetër vetëm se me vran njëri tjetrin, Zoti na ruaj. Subhanallah, është me të vërtetë sfidë e madhe dhe është sprovë e madhe. Është sfidë e madhe dhe sprovë e madhe. Si thot Allahu xhaleshanu, thot, ne që jemi besimtar, të paktën duhet ta kuptojmë këtë gjë. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu. Ata cilët dëshirojnë që e keqja të përhapet tek besimtarët, e keqja të përhapet tek njerëzit, tek komuniteti, ata Zoti thot I ka premtuar dënim, thot, dënim të madh, subhanallah. Nëse nuk ke mundësi që të bësh një të mirë, të paktën mos bëj keq. Nëse nuk ke mundësi që të ruhesh nga keqja, të paktën mos e përhap. Nëse nuk ke mundësi që nëse bën një të mirë, a ke mundësi ta përhapësh shembullin e mirë? A ka mundësi kur ulemi nëpër tavolinën e të themi edhe të tregojmë njëri tjetrit shembujt e mirë, se edhe ne nganjëherë bëhemi përcjellës të keqes, duke treguar vetëm shembujt e këqij. Dhe pastaj ne bëhemi merak edhe shqetësohemi sepse njerëzit ndjekin të keqen. Pse njerëzit ndjekin të keqen? Sepse ai që bën një pislik ose ai që bën një diçka, ai merr më shumë pasime dhe më shumë like ose pëlqime dhe ai merr më shumë interes nga masat. Dhe bëhet sikur ai është shembulli që duhet ndjek, subhanallah. A e keni parë juve në rrjetet sociale, kjo është sprovë në vete. Del dikush bën një budallik, del lakuriq aty, shikimet pafund. Del dikush thotë gjë të mendshme që do t'i vlej edhe njerëzve, do t'i vlej edhe komunitetit, do t'i vlej edhe këtij vendi. Nuk e ka njeri mendjet që ta ndjeki fare ose shumë pak, subhanallah. Dhe ne dashje pa dashje bëhemi vetë ata cilët e përcjellim edhe ata cilët e ushqejmë të keqen pa dashje. Sa bukur neve na tregoi Allahu xhaleshanu në momentin që u shpif për bashortën e profetit alayhi salatu wassalam. Tha laula id sami'tumuhu, kur juve dëgjut lajmin, thot, lajmin e keq. Pse nuk e mbajtët në vetvetet e juja dhe mos ta përhapnit? Dhe thonit që subhanallah, kjo është shpifje e pastër, nuk na takon neve që të përhapim tilla lajme, të cilat nuk ekzistojnë. Sepse ka një edukatë dhe ka një moral që edhe neve duhet bëjmë gjithë secili punën e vet dhe rolin e vet që ka në shoqëri, mos përhapit keqen.
Mos bëhemi përcjellës të keqes, subhanallahu. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, ai I cili thërret thot edhe bëhet shkak për një të mirë, do të ketë shpërblimet e asaj vepre që bën vetë, po edhe kushdo që vepron me thirrjen ose me nxitjen e tij ose me udhëzimin e tij, të I gjithë kush do të punojnë do t'i vinë shpërblimet edhe sevapet. E ndërsa ai I cili bëhet shkak që të përhapet një e keqe, kushdo që të punojë me atë keqe, I ngarkohen gjunafet, Zoti na ruaj. Prandaj çfarë thon ulemat dhe dietarët e Islamit? Ka njerëz, Imam Gazaliu thot, ka njerëz thot, të cilët bëjnë diçka, me vdekjen e tyre mbyllet kapitulli. Qoftë mirë apo qoftë keqe e ka bë, u mbyll kapitulli, I mori me veten varr. Po ka njerëz, Zoti na ruaj, të cilët e keqja e cilëve nuk pushon as me vdekjen e tyre, sepse e kanë përhap të keqen, ai është në varr atje, I shkojnë të këqijat njëra mas tjetrës. Kushdo që ndikohet nga e keqja e tij, kushdo që influencohet nga ajo që ka punuar prej gjërave të këqija dhe që bëhet shembull I keq për tjerë, ngarkohet. Prandaj do të shohësh në ditë gjykimit, do të shohim neve njerëz të cilët I ngren Allahu lart shumë dhe njerëz të cilët I ul Zoti dhe I fundos shumë. Dhe do të thonë, o Zot, ja Rabbi, nuk I keni punu këto vepra, si pala para dhe ashtu e pala dytë. I thot Allahu xhelleshanu, I thot, ju nuk I keni punu, po shembulli keq që keni lënë nga mbrapa dhe ndjekësit e juaj ata cilët u influencuan dhe ata cilët u ndikuan nga kjo që bëhet juve, ju shtun sevapet ose ju shtun gjunafet, Zoti na ruaj, subhanallahu. Si themi ne, ai I cili mëson dikë që të bëj vrasje ose të bëj vjedhje, është bashkëpunëtor, po është edhe bashkëfajtor në krimin që bën tjetri. Po kështu e njëjta gjë edhe kur mundohesh ose me dashje ose pa dashje bëhesh shkak që të përhapen gjunafet dhe të përhapet e keqja, subhanallahu. Jemi bashkëfajtor dhe jemi bashkëpunëtor me ata të cilët ndikohen nga e keqja që përhapim ne me dashje ose pa dashje. Prandaj duhet kemi parasysh o vëllezër nderuar, pasha Allahu, shembujt e mirë edhe shembujt e bukur midis nesh janë aq shumë sa që kemi neve nevojë që të flasim, edhe aq shumë ka sa që nuk na del koha t'i themi nëpër tavolinat tona. E t'i tregojmë edhe t'i nxisim njerëzit për mirë, e t'i hapet zemra njerëzve me bë mirë, e me marrë shembullin e mirë, se sa rrimë tregojmë shembujt e këqij, Zoti na ruaj, që pa dashje nga një herë mund t'i bëjmë sprov pra njerëzve me ato që themi. Ky lloj modeli që e bën të keqen, po edhe e përhap atë me vetdije dhe përhap atë me kokforci, e ka zanafillën e vet. Që me iblisin lanetullahi alej, kur Allahu xhaleshanu I tha mallkimi im tha qof mbi ty. Qa I takot e iblisit me thonë, o Allah më falë, o Zot më falë, kthehem Allah, jo nuk tha kështu, qale fe bi izzetike la ughwiyannahum ajma'in, pasha krenarin tate, të gjithë ka për t'i çunë humbje, në vend se me umor me veten e vet, me kërku falje, me u kthy Allahu, tha, për inat, me që ti mallkove mua Zot edhe vetëm se ti më përzure mua nga mëshira jote Allah, unë do të çoj sa të mundem në humbje, do t'i humb nga rruga jote, do t'i çoj pra në devijim, subhanallah, e do të promovoj të keqen, e do të përhap të keqen, e do t'i nxiste e keqja, do t'i shtyte e keqja. Allahu na ruaj. Pra ke modelin e besimtarit mirë, ke edhe modelin e iblisit lanetullahi alehi. Zoti na ruaj nga modeli I të keqës dhe gjithmonë na bof për atyre të cilët ndjekin modelin e mirë. Amin. Amin. Allahu xhaleshanu thot: "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm." Do të mbartin, thot, gjunafet e veta të plota ditën e gjykimit dhe prej mëkateve dhe gjunaheve të atyre që I çojnë në humbje dhe në devijim pa dije, pra dhe me kokforci, me ignorancë, Zoti na ruaj. Ka edhe ajet të tjera të ngjashme, të cilat tregojnë të njëjtën gjë, pra që Allahu xhaleshanu neve na thot kur mos u bëni shembull I keq, po bëuni shembull I mirë. Gjithmonë mundohuni të bëni promotor dhe promovues të mirës. Me sa të mundeni, e nëse nuk ke mundësi që të bëhesh promotor I të mirë, paktën mos e përhap të keqen. Gjithë secilit ketë raportin e tij me Allahun xhaleshanu. Nëse unë bëj një mëkat ose bëj një gjunaf, o Zot më fal, o Allah më fal, dhe të mundohem ta fshehat nga sytë e njerëzve, sepse nuk është gjë e mirë që njeriu pra ti duket mëkati kollaj për të bërë në sytë e një mos ketë turpe edhe nga njerëzit. Allahu na ruaj. Thot profeti
profeti alayhi salatu wassalam, el haya'u nisful iman. Turpi është gjysma e besimit, të gjithë besimit është turpi. Pra nëse njeriu të hiqet turpi nga zemra, nëse e shef dikën që nuk ka turp fare për gjërat që bën, për gjërat e ulta nuk ka turp fare, atëherë dije se Allahu na rujt, nuk ka lidhje me besimin. Allahu na rujt, sepse besimtari është i turpshëm. Del dikush edhe thot, mirë që bën diçka, Allahu na rujt. Mirë që bën diçka, po dhe i bëhet sprove të tjera. Unë thot e bona, thot. Pislikun thot, bleva makinën, bleva shtëpinë, bleva këtë, bleva atë. Unë thot, unë jemen ashtu, po unë shkoj bëj qef, bëj kështu, subhanallah, të shkatru familjet e veta dhe dun me shkatru dhe familjet e tjerve, Allahu na rujt. Allahu na rujt. Nuk është kjo për të mburr. Për të mburr është ai i cili ecën me ndeshmëri, është ai i cili ka frikë Zotin, ai i cili është i dobishëm për vete, për familje, për kombin e tij, për njerëzit që ka rreth dhe për qark, ai i cili është korrekt në biznes ose në punë me tjerët, ai i cili mundohet nxjerrë nga goja vetëm fjalën e mirë, mos shaj, mos ofendoj, ai i cili fiton zemrat e tjerëve, ai i cili mundohet rezatoj mirësi, shembullin e të mirës, ai i cili respekton të vjetrin edhe mëshiron më të voglin, ai i cili edhe pse ka dorë me bo keq, nuk bo keq, nuk ta kthet keqen me të keqe, po me të mirë, ai i cili pra lutet Allahu xhaleshanu për udhëzim, për vete, për të afërmit, për shokun, për vllajin, për motrën, për të gjithë, dhe mundohet pra që të jetë njeri ashtu siç e don Allahu xhaleshanu. Ky është për të mburr vallahi. E lut Allahu xhaleshanu të na falë, të na mëshiroj. E lut Allahu xhaleshanu që neve për kësaj xumaje na nxjerrë me mëkate të falura. E lut Allahu xhaleshanu që të na pranoj lutjet tona. Ata të cilët o Zot kanë nevojë për shërim, jepi shërim, ja Allah, ti je shafi, ti je shëruesi. Ti ke në dorë, ja Allah, shërimin. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, ti që je më i madh i mëshirues, me gjithë gabimet edhe fajet tona, ja Allah, na falet, na mëshiron neve, mëshira jote përfshiu gjithçka, ja Allah, na përfshi dhe në mëshirën tënde, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, o Zot, na bëj ne të dobishëm, na bëj ne për atyre cilët, ja Allah, janë dobishëm për veten, për familjen, për kombin, për fen dhe për gjithçka, ja Allah, që është e dobishme për njerëzimin. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na largone nga e keqja siç largove lindjen nga perëndimi. O Allah, bëje fjalën tënde Kur'anin famlar dashur për zemrat tona, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, mos sa turpron këtë jetë dhe as ditën që do të dalim përpara teje. Ti je më i madh i mëshirues, ti je që ke në dorë gjithçka. Të lutemi ty, o Allah, dërgoj salavatet dhe selamet tona Muhammed Mustafas, familjes tij, shokëve tij. Amin.